bëhen ata qytetarë të Këshillit. Gjithashtu kemi jepet edhe një mendim, dëgjon dhe stafin e bashkisë. Janë shumica e qytetarëve, ku të ketë disa kronika të ne kemi edhe asistimin e këshillave bashkiake, të cilat janë këto. Unë duhet shkoj të kuptoj vetë. Dhe organizohemi nga Këshilli i Bashkisë dhe Kryetarisht i Bashkisë. Këshilli është organi përfaqësues. Ose për vitin 2020, Komisioni i Shëndetësisë dhe Mjedisit dhe Komisioni i Barazisë Gjinore. Ndjes përveç mbledhjeve të Këshillit edhe mbledhjet e komisioneve, i gjithë në pushimet e tij, miratonë e taksave të tarifave të vetes. Tani një bashkëpunim të tjera, dhe planet të tjera në fusha si ekonomikë dhe sociale, art, kulturë, sport, me përjashtim të një rasti që do të marrim në defekte. Ekonomikë dhe sociale, art, kulturë, sport, kultura dhe të tjera. Këshilli, model i cili është përzgjedhur nga programi ose projekti Bashkitë të Forta, për të marrë një asistencë më të detajuar ose më të thelluar, për të rritur rolin e tij përfaqësues dhe për të mundësuar që qytetarët të kenë gjithmonë një derë të hapur për të marrë informacion, për të bërë kërkesa dhe për të marrë zgjidhje për çështjet që ata shtrojnë me qëllim që të përmirësojnë shërbimet të cilat prekin deri te qytetarët. Projekti im prej vitesh punon në 4 komponentë, ku përfshihet dhe Këshilli. 3 komponentë të tjerë janë komponenti i mbetjes urbane, i arsimit pashkollor dhe i financave, pra i buxhetit të bashkisë. Dhe ka qytet prej vitit 2019 që në bashkëpunimin me Ministrinë e Brendshme punon për rritjen e kapaciteteve të gjithë bashkive të Shqipërisë, punon në 61 bashki të Shqipërisë dhe financohet nga taksapaguesit zviceran dhe ata suedez së fundmi. Është një projekt i cili synon që qytetarët të jenë sa më aktiv në vendimarrje dhe sigurisht që Këshilli duke qenë një organ i zgjedhur drejt për drejt nga votat e qytetarëve, është organi kryesor i çdo bashkie, ku merren vendime të rëndësishme në bazë të projektimit që vijnë nga bashkia, por që mund vinë dhe nga deputetët ose nga një grup këshilltarësh dhe nga një kërkesë që mund vinë nga qytetarët në grup qytetarë. Ne kemi punuar që në faqet e bashkive të gjithë Shqipërisë të mos mungojë asnjë element i cili ndihmon në transparencën e vendimarrjes së çdo bashkie për publikun dhe sigurisht që gjithë rastin të theksoj që Këshilli i Bashkiak i Durrëshisë është një këshillat model për të gjitha zbatimin e ligjeve, procedurës dhe të rregulloreve. Ne i kemi asistuar këshillat në hartimin e disa rregulloreve, 4 rregullore, të cilat orientojnë dhe mirë funksionojnë gjithë veprimtarinë e Këshillit Bashkiak.